Seanca paraprake në gjykatën e posaçme për ish-presidentin Ilir Meta është shtyr për më 9 tetor. Seanca e sotme e cila drejtohej nga Irena Gjoka u shtyr për shkak mungesës së kujtimcakranit avokati Metës pasi u është nënshtruar një ndryrje kirurgjikale në Itali. Nuk ishte i pranishëm ish-presidenti Ilir Meta, ishin të gjithë të tjerët, edhe mamaja ime nuk ishte. U shpreh kryemadhi pas shtyrjes seancës. Ndërkohë, gjykata do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim të plot, do të kthehet për hetim me shtesë në SPAK apo hetimi do të pushohet. Kryemadhi denoncoi se SPAK ka intimiduar dëshmitarët e dosjes. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv. Nuk ka asgjë për korrupsion aktiv, a janë pyetur biznesmenët. Shpërdorim nga ana e SPAK-ut në marrëdhënie me procesin e hetimit. Do ballafaqohemi me letrat, duke vazhduar me dezinformimin që bëhet. Sipas Altin Dumanit, Fatime Kryemadhit i fillon jeta në 2001 në Tiranë. SPAK dhe i gjithë procesi ka qenë shumë i zënë me kërcënimin ndaj dëshmitarëve. Dua t'ju bëj një pyetje, ku ndryshon një kriminal që i vendos pistoletën në kokë një politikani nga një institucion këtu mbrapa që intimidon e shantazhon një qytetar për dëshmin? Denoncoi Kryemadhi.